Ju përshëndes gjithëve. Del dokumenti tjetër I Epsteinit. Dokumenti që flet për programimin e klonimit. Program për klonimin e njerëzve. Por nuk është kjo më e rëndësishmja, sepse atë çka flitet aty në fajl është vërtet dritëruese dhe kush nuk I dëgjon dot këto gjëra, më mirë ta lëqë tani mos ta dëgjoj videon. Sepse flitet për modifikimin gjenetikisht të miturve. E dëgjuat mirë. Tani duhet folur dhe për këto sepse duhet kuptuar se në çfarë bote jetojmë. Është mirë që të flasim për këto, le të themi që e lexova që të gjithë fajlin, janë rreth 30 faqe, por unë lexova të pjesën që na intereson më shumë që ta kuptojnë të gjithë, sepse pjesërisht një pjesë e madhe prej këtyre, pra prej këtyre fjalëve të dokumentave, janë të pa deshifruara nga shumë njerëz, sepse flet për gjenetikën e avancuar, ose më mirë për modifikimin gjenetikisht të avancuar, ose për biologjinë e avancuar. Dhe shpesh në këto diskutime duhet të flasin ekspert, por ne, si thash, do prekim vetëm ato gjërat më të rëndësishme për të kuptuar. Sepse në një fajl të tillë ti kupton se në çfarë bote jetojmë. Shiko, një tip me I quajtur, do flasim pak kështu në mënyrë jo të drejtë për drejtë, sepse e dini shumë mirë. Kështu që do t'ju lutesha ndiqni me kujdes më kuptoni kur flas, sepse më mirë të flasim disa gjëra dhe t'i kuptojmë se mos të flasim fare, që të na krijojnë probleme, apo jo. Tani, ky fajli që është një fajl I gjatë, shpresoj ta mbaj mend, është EFTA 0080 48 55, një gjë e tillë. Po, në qoftë se dëshironi shkoni ta shikoni, titullohet, siç ju thash, programi I klonimit dhe me qeliza fetale. Çfarë janë këto qeliza fetale? Me anë të qelizave fetale mund të bësh klonimin e një njeriu gjenetikisht dhe ta klonosh atë ose në mënyrë eksakte ose ta modifikosh gjenetikisht ti modifikosh ADN-n. Dhe kisha bërë një video para ca kohësh ku tregoja që mund të modifikohet gjenetikisht raca njerëzore, dikush që është një mjek, më duket është nga Elbasani, një shqiptar, më kritikoi aty për aty duke thënë, shiko, çfarë po thua, pa ai sepse nuk mund t'i thuash dot disa gjëra publikisht, nuk e kishte kuptuar që bëhet fjalë për modifikime të forcuara, pra të bëra nga njeriu, jo sepse natyrshëm, pra jo në mënyrë të natyrshme. Tani pse po themi për këtë? Sepse si gjithmonë kush është rastisht dhe nëse nuk e ka bërë bëjni like faqes dhe videos të shihemi sërish që të jemi sa më shumë dhe të mund të diskutojmë sa më shumë dhe ju faleminderit për mbështetjen. Një tip I quajtur Bishop që e lexova dhe këtë e kërkova, është akoma ky kënaqet, vazhdon punën e tij edhe pse është në falet e Epsteinit, nuk e prek njeri, sepse ky është me origjinë andej, e keni parasysh nga ishte Epsteini, dhe tjetra është që ky është një filantrop, është njeri me një fjalë që bile lexova, dëgjoni me kujdes, që quhet Brian, quhet, dhe ky bishopi është, thash, nuk e prek njeri, dhe është një tip që ka hapur merr pjesë në shumë organizata, por ka hapur një organizatë, dëgjoni me kujdes, ka hapur një organizatë që është kundra violencës. Dhe ai është më shumë aktiv në Afrikë dhe kryesisht ndihmon adoleshentët të miturit, fëmijët. E keni parasysh ju. Dhe pikërisht ky ka investuar te ky fajli që ju thash më përpara, $9 milion për këtë modifikimin gjenetikisht dhe për këtë bioteknologji të Epsteini. Dhe Epsteini I thot në fajl, I thot, s'ka problem, thot, do e rregullojmë. Pra, ai I ka investuar $9 milion për këtë gjë. Dhe ndërkohë, kur në disa, sepse flet në disa momente fajli, në një moment tjetër, ky tipi ka shkuar edhe andej nga Ukraina, nga ato vendet andeja, dhe ka quar gjëra me I fjalë, ka quar për bamirësi, sepse ky është filantrop dhe ky është I dhimbsen
të miturit, dhe pastaj nuk është kthyer me një avion do si do, por me një kargo, dhe e keni parasysh kur kthehen me kargo që kanë edhe sepse çojnë ushqime dhe marrin mall. Dhe si përfundim kanë bërë pastaj teste aty në ishullin e këtij tipit, pra në ishullin e Epsteinit. Dhe aty kanë bërë një sër modifikime që normal janë, siç ju thash, modifikime gjenetike, dhe të këtyre qelizave që ju thash, dhe me anë të qelizave somatike dhe me anë të këtyre qelizave fetale, kanë bërë modifikime, me fjalë, dhe u merrnin jo më shumë se 16. Me fjalë, mos ta kalonin këtë moshë. Dhe duke mos e kaluar moshën, këta shkonin njëri pas tjetrit që këto të lindnin, e keni parasysh ju, dhe nga momenti që lindnin, mirë që i lindnin këto, sepse një vajzë, si do që tjetë, çfarë do që tjetë, me një fjalë, edhe si kur tjetë një i moshuar që e ka lënë 7 zanë, e si kur tjetë një i ri që e ka lënë 7 zanë, e si kur tjetë një kafsh, çfarë të duash ti, e do atë fëmijën sepse e ka rritur vetë. Me një fjalë, e ka rritur në bark, po flas. Dhe pas në fund fare, sa e linte, pas 15 minutash ja u merrnin. Këto flitet në fajl, me 10, jo një, me 10. Dhe në një nga këto fajlet, gjithmonë këtu te ky fajli që ju thash, në një fajl që ka një emër tjetër ky fajli, është njëra që ka shkruar një ditar 16 vjeçë kjo, ka shkruar një ditar të kodifikuar. Me fjalë, nuk mund ta kuptosh dot atë ditarin, sepse nuk dihet se ku e kanë gjetur këtë ditarin, sepse nuk se e kanë marrë këta. Por ditari është i deshifruar fjalë për fjalë nga kjo, dhe e bukur është që kjo vajza e ka shpikur vetë. Pra ka shpikur këtë mënyrën e të shkruarit që të ishte që mos të kuptoj. Dhe thot aty të gjithë emrat që këtyre thot fjalë për fjalë, thot aty tipa thot që nuk u pëlqet thot fare për mua, thot, dhe tipa thot më të tmerrshëm që mund të ekzistojnë, dhe bën disa emra që nuk dua ta them, por njëri nga këta është edhe princi anglez. Dhe po thoshja që ai që është i akuzuar, që se akoma nuk i çajnë kokën, sepse do e rregulloje, edhe këtë do e rregulloj, nuk do ta ngacmoj kush. Por pse po ja u them këtë? Sepse në këto modifikime janë modifikime gjenetike të klonimeve. Pra, nëse mani mend, kemi folur për klonimin që kishte kohë që ishte bërë klonime në kafsh, sepse në njerëz nuk flitet në njerëz. Ja u kam thënë këtë, dhe ja doli një që është i freskët fare, një dokument që flet për klonimin. Pra, klonimi forcuar me të mitur, për më tepër, dhe duke marrë këto fetu, si mund të quhen, të modifikuar, tani nuk dihet se ku i kanë çuar. Nuk dihet. I kanë marrë këta të vegjëlit, sapo kanë lindur, pas 15 minutash, me 10, siç ju thash, dhe nuk dihet se ku janë. Normal që janë gjallë, sepse diku janë. Aty, dhe kush i mban, ajo është e rëndësishmja. Kush i mban, sepse këtu bëhet fjalë jo vetëm për investime që kanë bërë, më falni që jam kështu, me një fjalë superlativ, por është edhe mirë me fjalë edhe për njerëz që janë sensitiv, që nuk mund t'i dëgjojnë këto, dhe është mirë që të flasim në këtë forum, sepse jo të gjithë kanë zemër të fortë, por janë le të themi që diskutime vërtet të hidhura, shumë të hidhura. Sepse të flasësh për një argument të tillë është, nuk e di. Me një fjalë, të marrësh 16, maksimumi 16 vjeçare, shkonin këta, jo princa, jo këta pleqt, këta që kishte ky Epsteini,
i vinin në përdhoma dhe këta mbaronin punë, e keni parasysh ju, dhe nga ai moment pastaj fillonin që të arrisnin, me fjalë në bark, këto të voglat. Rrisin në bark dhe si përfundim kanë marrë të vegjlit dhe këta të vegjlit i kanë vendosur në për vende që ne nuk e dim. Kështu që më falni që them disa të dhëna me shumë larg, por është ndonjëherë, shiko, them që mos ta bëja këtë video, thash që mos ta bëja, por duhet folur. Më falni, dikush do thot nuk the asgjë, sepse shumë njerëz nuk e kuptojnë. Por më kuptoni nëse mundeni, sepse jo për çdo gjë mund të flasësh haptazi dhe jo për çdo gjë mund të flasësh drejt për drejt. Dhe ky është një argument, siç ju thash, vërtet delikat. Tani merreni me mend. Marrin 16 vjeçare nga zona të ndryshme, qoftë nga Afrika, qoftë nga Ukraina apo ku ta diun. Dhe kanë investuar nga Anglia $9 milion vetëm për një modifikim, po flas, një modifikim genetikisht, një klonim, si mund të quhet, me qeliza fetale dhe qeliza somatike, dhe duke i përpunuar, kanë nxjerr, me fjalë kanë rregulluar që të dalin fëmijë me një fjalë të modifikuar. Tani ku gjenden këta? Nuk e dim, kuptoni. Dhe këta fëmijë i kanë lindur njerëz jo më shumë, me fjalë vajzë jo më shumë se 16. Dhe ky është problemi kryesor. Pra ky është ku janë. Dhe pse këta njerëz ose këta emra që ka bërë këtu në listë nuk flasin publikisht. Megjithatë, unë po ja u kujtoj edhe një nga fajlet, sepse si thash ka disa fajle, por një nga fajlet është FTA 00808855. Pra edhe njerë, FTA 00804855. Kështu që kush do që ta lexoj, ta shikoj, aty e keni. Më vjen për të vjellë, sinqerisht. Ika, hajde, ditë mbar.